Një ditë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, SPA ka bërë bilancin e hetimeve të krimeve elektorale. Në deklaratë është bërë ditur se janë 39 dosje që janë regjistruar në regjistër dhe që po hetohen, ndërsa nga kallëzimet e paraqitura në 25 raste nuk janë konstatuar element të veprave penale, ndaj dhe është vendosur mos fillimi i procedimit. 25 dosje të tjera i kanë kaluar prokurorive të rretheve për kompetencë dhe 17 të tjera për verifikime të mëtejshme në policinë e shtetit. Po ashtu një tjetër padi është bashkuar me një hetim që kishte nisur më parë. Në deklaratë thuhet se ka pasur 25 referime të cilat janë bërë nga policia e shtetit, ndërsa në një rast kallëzimi është bërë nga shërbimi i brendshëm i kontrollit të burgjeve. Po ashtu 8 raste kanë nisur nga vetë SPAK, 4 nga shtetas të ndryshëm, 3 nga OPG dhe 3 nga partitë politike. Po ashtu që për ngritje së grupit të posaçëm 2 muaj më parë u paraqitën 60 materiale në rrugë elektronike dhe 5 sinjalizime u morën përmes numrit jeshil. Po ashtu vuren një intensifikim i punës në terren në 4 ditët e fundit të fushatës, ku ka pasur dhe kontrollet në qytete të ndryshme, ndërsa u bë ditur dhe ndalimi i personave të ndryshëm në akuzë për blerje të votës apo dhe për fotografimin e saj.